Kryetari i komunës së Drenasit, Ramiz Lladrovci, disa muaj më parë kishte deklaruar se pronën që po e shihni prapa meje do t'i hyjë me bager deri në 0.001 mm nëse ndonjë hapësirë e këtij restoranti është e jashtëligjshme dhe në pronë publike, derisa tani po e shohim që kjo mos vetë se ka nisë të zbatohet. Unë e bisedova edhe me familjarë të pronarit të restorantit prapa meje, të cilët prapa kamerave na thanë se qysh në mëngjes janë paraqitur forca të shumta policore, gjë e cila sipas tyre nuk ishte e nevojshme gjithë ajo paraqitje e po ashtu edhe njësisë speciale të policisë së Kosovës, derisa ata i kanë mirëpritur me shërbim të kafes. Kujtojmë që për këtë hapësirë publike, komuna më herët kishte thënë se është ndërtuar pra në pronën e komunës, andaj edhe kam mësuar masat që tani vetë se po i shihni. Ne do të provojmë më vonë të marrim edhe një prononcim nga vetë pronari i këtij biznesi, e po ashtu edhe nga kryetari i Drenasit, Ramiz Lladrovci.